Muzika ka fuqinë të bashkojë njerëzit, të zgjojë kujtime dhe të flasë në gjuhën universale të emocioneve. Me rastin e ditës botërore të muzikës, Orkestra e Harqeve në Elbasan organizoi një koncert në ambientet e ish shkollës normale në Lagjen Kala, duke sjellë për publiku një mbrëmje të veçantë. Në dirigjimin e Fabiola Liaj dhe me pjesëmarrjen e sopranës Sulpiana Liaj, tenorit Noel Hoxholli dhe violinistit të njohur maestro Zeqir Sulkuqi, koncerti solli një udhtim përmes tingujve të muzikës klasike, me vepra të autorëve të huaj dhe shqiptar. Maestro Zeqir Sulkuqi theksoi se kjo ditë përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të promovuar jo vetëm artistët me përvojë, por edhe brezin e ri të muzikantëve. Bashkarisht shikoni që orkestra është mbushur tashmë me të rinj, jo vetëm student, plotësisht çfarë shikoni këtu janë plotësisht fëmijë të talentuar, muzikanta të qytetit tonë. Edhe gjithmonë sa më shumë në rritën, sa më shumë mësojnë dhe ata aftësohen, ne do t'i kemi gjithmonë hapur dyert për të gjithë të rinjt që dëshirojnë të studiojnë dhe të bëjnë artista. Me fat që prej disa vitesh arrit të shijoj frytet më të mira të muzikës shqiptare. Koncerti u prit me interes nga publiku, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë artistike në një prej zonave më të vjetra dhe historike të qytetit të Elbasanit.